Ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Juela Nikolli ka qenë e ftuar në një emision brëmen e djeshme. Në një moment, ajo u pyet në lidhje me marrëdhënien e saj me Brikena Selmanin dhe Mateo Borrin. Juela shprehet se ka marrëdhënie korrekte dhe i uron shumë suksese të dyve, por jo vetëm kaq, pasi nuk la pa i ngacmuar në lidhje me ndarjen, duke thënë se e kishte parashikuar. Si është marrëdhënia mes teje, Brikenas dhe Mateos? Ishte pyetja. Unë mendoj korrekte, civile, si mendon ti Brikena, nga ana ime është korrekte gjithçka, deklaroi Juela duke pyetur Brikenën. Unë kam thënë që shtëpia e famshme ka përfunduar, unë i kam mbyllur të gjitha aty, kështu që kam respekt për Juelën dhe i uroj gjithë të mirat, ndërsa Mateo ka pasur këtë mendim. Nuk kemi pasur asnjë kontakt pas shtëpisë më të famshme. Nuk kemi ndonjë farë shoqërie, por i uroj gjithë të mirat dhe shpresoj që të ketë suksese tek projektet e saj, deklaroi ai. Ndërsa Juela dha deklaratën që shumë e prisnin. Për sa i përket Mateos dhe Brikenës, siç e kisha të parashikuar, unë të këndoj këngën Gjërat kanë ndryshuar, duke nënkuptuar se ajo e kishte parashikuar ndarjen mes tyre. Na do t'ju kujtojmë se pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Juela pati deklaruar se çifti që do të ndahej ishte mes Mateos dhe Brikenës, pasi nuk besonte në dashurinë e tyre. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.